Mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi si zakonisht në të njëjtën ditë dhe orë, siç e kemi filluar këtë edicion e dytë të podcastit Okult, ku çdo të shtunë do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të lajmeve gjeopolitike, por edhe të brendshme, nga ato që janë më të rëndësishmet dhe që japin ndikim dhe në jetën e qytetarëve shqiptar. Në vend ka ndodhur disa ngjarje që duhet i theksojmë. U mblos takimi për procesin e Berlinit, i cili mblidhet qysh pas vitit 2013, kur për Ballkanin Perëndimor, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, u inicua një iniciativë për rritjen e standardeve të përgjithshme të ekonomisë, të legjislacionit, të edukimit, të shëndetësisë, në standardet evropiane për t'i përafruar cilat quheshin ato pikat e caktuara nga Brukseli për vendet që aspironin të antarësoheshin Bashkimin Evropian nga Ballkani Perëndimor, ku përfshihet Bosnia, Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Kosova. Çdo vit është bërë zakon që është rregull që mblidhen një herë në vit dhe javën që kaloi u mblodhen në Londër, e cila është për herë të dytë ajo që ftoi mysafirët për të biseduar në lidhje me arritjet, të cilat në fakt, siç u tha dhe nga shumë diskutime që u bën në atë që quhet Chatham House, ishin teknike, çështjet, por edhe politike, dhe në qoftë se realizohen disa standarde teknike dhe nuk ka një konsensus politik midis antarëve kryesorë që bëjnë atë trupën e Bashkimit Evropian, mund të ketë veto të ndonjë antari për të bllokuar hyrjen e vendeve të Bashkimit Evropian. Pra duhet të realizohen të dyja këto pika që të bëhet e mundur hyrja dhe Shqipërisë dhe vendeve të tjera, të cilat nuk do hyjnë në blok, por më të përparuara duket dhe më të privilegjuara duket se janë Malizi dhe Shqipëria. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri Malit të Zi u ndodhen në një panel të përbashkët gjatë një bisede në atë që quhet Chatham House ose RIA, Royal Institution of International Affairs, i cili është një think tank i pavarur në duke ndaj shteteve të ndryshme ose ndaj Britanisë, aty ku është themeluar, qysh në fillim të viteve 1900, ku diskutohet kryesisht për vendet e botës së dytë dhe të tretë, se si do të jetë perspektiva e tyre dhe nga cilat lloj aleancash këto vende do të anojnë. Kryeministri Rama ka shprehur një kërkesë të cilën kryeministri malazes nuk ishte dakord, që Shqipëria të pranohej në Bashkimin Evropian për të marrë përfitimet e lëvizjes së lirë të krahut të punës, po dhe të kapitaleve dhe përfitimet e tjera, por duke mos pasur të drejtë qeveria shqiptare që të vinte veto ndaj ndonjë çështje që do të shtroheshe në Bashkimin Evropian, gjë të cilën nuk e pranoi Malizi, i cili kërkoi antarësim nëpërmjet kryeministrit të me kërkesa të plota, ashtu si dhe vendet e tjera që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian. Një lajm tjetër i rëndësishëm është, por dhe i diskutueshëm për vërtetësinë e vet, është lajmi që ka shpërthyer në shumë portale dhe në shumë media për zëvendës kryeministren Balluku, e cila pasi është thirrur në cilësinë e dëshmimtares një herë ose disa herë në SPAK, më së fundmi është thirrur, sipas disa raportime që bëjnë gazetarët në terren, nga SPAK-u ditën e hënë, ku i kërkohet sipas tyre që të paraqitet edhe me avokat mbrojtës, çka e dyshime se ajo do të jetë, nëse kjo është e vërtet, do të jetë në statusin e të pandeurës, sepse
Edhe pse SPAK-u nuk ka bërë asnjë prononcim në lidhje me këtë çështje kur është pyetur nga gazetarë apo nga agjenci të ndryshme përmjet gazetarëve të tyre. Zëvendës kryeministra Balluku njehej si kraj fort i Edi Ramës, ka qenë në krah të tij qysh kur ka qenë zëvendës kryetare e Bashkisë në Bashkinë e Tiranës kur kjo drejtohej nga kryeministri aktual Edi Rama. Kanë njohje të vjetra së bashku. Është e përfolur për disa afera korruptive për të cilat është akuzuar nga një ish kolegu i saj, siç është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Duhet thënë që ministra Balluku jo vetëm që është ministre energjetikës, por është zëvendës kryeministre prej 3 vjetësh dhe prej 6 vjetësh ajo është ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Është e përfolur për tunelin e Llogaras nga kolegu i saj dhe ish paraqësi i saj Arben Ahmetaj për një aferë 50 milion euro që sipas tij është favorizuar dhe është futur në tenderin kompani turke e cila e ka ngritur 50 milion euro tenderin dhe më pas ja ka kaluar firmës shqiptare e cila realizoi në fakt rrugët dhe është përfolur edhe për çështje të tjera, midis tjerave njihet edhe si një kontrolluese e madhe së bashku me Erion Velia, ish kryetarin e Bashkisë, para se të arrestohej, e mediave dhe i mbante shumë media në treg duke ju dhënë duke u bërë pagesa, ka akuza të mëdha dhe sot duket që një grup mediash po luftojnë nëse ky fakt është apo jo i vërtet, gjë e cila do të zbulohet ndoshta ditën e hënë, po dhe në vazhdim, meqense ditën e hënë mund të jetë gjatë një vizite pune në Zvicër dhe mund të mos paraqitet në SPAK në qoftë se thirrja e saj është e vërtet nga SPAK-u. Duhet folur edhe për avancimin që kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij po ju bëjnë në politikave për digitalizimin e jetës tonë ekonomike kryesisht dhe të aktiviteteve të ndryshme, e cila është e lidhur me një shqetësim të madh të njerëzve ashtu si në të gjithë botën, ku ka protesta, sidomos ato që spikatin në Britani, në Londër, kundër sipërmarrjeve për identitetin digital, identitet cilin Shqipëria është disa hapa para, pasi e ka realizuar para shumë vjetësh dhe popullata shqiptare nuk kanë reaguar në lidhje me këtë. Por në ndikimin edhe të qytetarëve të Evropës në lidhje me këtë çështje të ndjeshme, shqiptarët duke se kanë filluar të shqetësohen, megjithëse shqiptarët gjithmonë kanë qenë një vend eksperimentesh qysh nga koha e Partisë Komuniste dhe Partisë Punës, të cilat për herë të parë zhdukën fen në botë dhe e kthyen vendin tonë dhe të gjitha institucionet në institucione ateiste dhe njëkohësisht vendin papron cilin e aspirojnë sot disa institucione famkëqia siç është organizata e drejtuar nga Klaus Schwab, i cili deklaron se ju do të jetoni mbas vitit 2030 të lumtur, po pa prona dhe ku flitet që të gjitha prona do shtetëzohen një lloj ashtu siç bëri komunizmi në lindje dhe sidomos në Shqipëri, po dhe në vende të tjera të cilat e kanë përjetuar në një mas shumë ekstreme këtë sistem politik ekonomik, siç është për shembull dhe Kambodgja nazi. Njëkohësisht duhet theksuar që kryeministri Rama ka bërë hapa të tjerë përpara, duke futur përveç asaj futjes softwareit i quajtur Diella, e cila do të bëj klasifikimin dhe shpërndarjen e fondeve për tenderat publik që do të zhvillohen, por
teknologjia dhe ky software sigurisht që drejtohen nga njerëz dhe nuk përjashtohet mundësia e abuzimeve dhe subjektivizmave dhe korrupsionit, por përjashtohet mundësia e përgjegjësisë, pasi software-i nuk mund të mbajë përgjegjësi në rast të përzgjedhjeve të gabuara që do të bëjë përfituesit e tenderave. Në planin ndërkombëtar, do të theksonim disa momente. U anullua takimi midis Trumpit, presidentit Shtetet Bashkuara, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që sipas një deklarate që bëri presidenti Trump, do të zhvillohej një takim në Budapest, i cili u anullua dhe presidenti Trump deklaroi që do të shtrëngojë përsëri sanksionet pasi me Putinin pasi ndahet nga një bisedë e mirë në telefon, ai nuk realizon asnjë gjë nga ato që thotë, dhe gjuha e vetme që ai njeh janë sanksionet dhe ashpërsia e qëndrimeve, deklaroi pak a shumë presidenti Trump mbas këtij zhgënjimi të anullimit të takimit. Njëkohësisht, ngjarje të tjera kanë ndodhur në Shtetet Bashkuara, ku është bllokuar pagesat dhe fondet për të gjitha agjencitë qeveritare federale, pasi ka një ngersh midis demokratëve dhe republikanëve, dhe u bë 3 apo 4 javë që buxheti federal është i bllokuar dhe nuk funksionon. Është ndoshta rasti i parë që po zgjatet kaq shumë bllokimi i këtyre fondeve, duke lënë në vështirësi shumë familje dhe punonjës të cilët janë të punësuar në agjencitë federale të punësimit. Në lindjen e mesme ka një tension dhe rivalitet midis Turqisë dhe Izraelit. Turqia është lejuar për presidentit Trump që të ndërhyjë dhe të futet në Rusi për të mos lejuar që Izraeli të dominojë Sirinë, e shkatruar mbas largimit të qeverisë së ish-presidentit Assad. Turqia ndërkohë e ndjen veten të dobët në aspektin e luftrave ajrore përballë fuqisë së Izraelit, i cili është shumë i armatosur dhe shumë dominues në ajër, me avionët e vet modern F-15, F-16 dhe F-35, dhe Rusia ka paguar 40 avion të nivelit të lartë ushtarak në Evropë, dhe njëkohësisht kërkon nga Shtetet Bashkuara që ato t'i shesin dhe t'i zhbllokojnë pagesat që kanë dhënë për avionët F-35, cilat janë lidhur me disa kërkesa për largimin e mbrojtjes antiraketore ruse në territorin e Turqisë. Për sa i përket bllokimit të fondeve që presidenti Trump ju ka bërë disa kompanive energjetike, të cilat furnizojnë në fakt me mishell financiare makinerinë ushtarake të Putinit, është anullimi i shumë sipërmarrjeve dhe kontratave me 2 kompani të Lukoil dhe Rosneft, që janë 2 kompani të fuqishme, të mëdha dhe të lidhura me qeverinë e Putinit. Njëkohësisht ka një përpjekje të Trumpit për të shtënë në dorë 100% sistemin e rezervës federale. Antarët në bord janë 6 antarë dhe Trumpi tashmë kontrollon 5 prej tyre, dhe kryetarin Jeremy Powell, që ka bërë që lufta midis ofertuesve më të mëdhenj të paras në botë dhe në Shtetet Bashkuara, që është familja Rothschild, dhe presidentit Trump të kalojnë në avantazh të presidentit Trump, i cili dominon Fedin.
Italia, presidentja Meloni ka deklaruar në Senatin Amerikan se Italia përkra marrjen e 300 miliard dollarëve të aseteve ruse në bankat perëndimore për të ndihmuar rezistencën e Ukrainës dhe financimin e luftës kundër Rusisë, ndërsa Rusia nga ana tjetër është shprehur dhe ka kërcënuar, shprehur për mos dakordësim dhe një shkelje të rëndë të ligjeve ndërkombëtare financiare dhe për një shpagim nga ana e saj në qoftë se Evropa do të ndërmerrte një hap të tillë. Sidoqoftë në Bruksel 200 miliard dollar nga fondet ruse janë shvendosur në drejtim të pagesave të detyrimeve dhe për furnizime ushtarake të Ukrainës kundër Rusisë. Ndërkohë ka dy vende të cilat kanë vendosur të vënë veton kundër sanksioneve që Bashkimi Evropian kërkon të ndërmarrë kundër Rusisë, dhe këto dy vende janë Hungaria dhe Çekia, respektivisht dy kryeministrat e saj, me dy kryeministrat e tyre, Viktor Orban dhe kryeministrin Fico i Republikës Çekisë. Këto pra, të nderuar shikues, ishin disa nga lajmet më të rëndësishme që janë zhvilluar në geopolitikën botërore. Dhe në javën e ardhshme, në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë, nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.